e reja, ndryshe është në futbollin profesional. Në grup moshat e reja, fillimisht është me rëndësi edukimi. Mandej është... Në edukimi. Ajo pjesa tjetër, në qofë se ka talent ose pritet që... Po punojnë, se ka lloje tilla që po bën federata plot, mos harrojmë, nuk mundu me i bën krejt gjitha gjonat për një ditë. Normalisht, po tash na po për një ditë nuk vjen. Po, akte të tillë do dënohet. Po pra, Gjithë jena provë. na do të me punu shumë, edhe ma shumë, që se mos më na ndodh kësi lloj dukurie. Mos më përsërit. Po ashtu, do të me theksu që edhe publiku janë racist, individ. Në kor nuk kam dëgju alo. Ku? Në për stadionet, nëse e luna në djallë. Ku i kon trener në fal? Që në cilin shtet? Në Suedi. Suedi. Po. S'ka racizëm atje. Po ka racizëm. Edhe më shumë se këtu 100 herë. Po tash mos të Mos harroj. Se ti pa e gjumë këtë fajtë në Kosovë. Këtë që po të me qimë. Po të me një losë futbolin e Kosovës. Kosovë, racizmi... Po të me një losë futbolin e Kosovës. Minimalisht. Unë po foli si dukuri. Krasën e shtetet tjera shumë pak. Kosova shembull është. Shembull është. Shembull e Kosova. Racizmi qatë shumë dikën të fëmija, nëse ju se për një me racizmi është një dukuri shumë e shëmtume. Për që ata edhe si targetim, kryesori UEFA-s është stop racizmit, fair play. Jo rasisht. Ju e kujtohet Dani Alves, çfarë niveli lejtarit u konë, edhe kur i gjujnë me banana atje. E përmene shembullin më të keq që ekziston. Jo, ka qenë superlejtar. Ai, do me thonë, nuk arrin me i bo qati jokti. Qëfar pregaditje psiqike ka. Para menoni një thmi 15 vjetë, qysh mundet me bo bol ati joktit. Qka i përmeni këtu edhe përfaqësuesi i Fushë Kosovës, por edhe zotëria në fjallë. Kështu që na do të me eduku, sidomos do të me eduku trenerat edhe referat. Se referi, sidomos referi, mrana në lojë ninjës shka. Është një rast që ka Unë ndodhur. pajtona plotësisht me ty këtu, për referi çdo herë që dëgjon, do të shkojë. Por nuk i mundet treneri me eduku fëmijët aty. Do të edukojmë në shtëpi. Në diskutohet ajo. Ama e kena fakt pe përmenëm këtë shembull dhe shumë mirë që pe përmenëm, veç që kena 100 shembuj tjera shumë të mira. Pozitive.